Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube. Le të japim një vlerësim për festivalin e këngës magjike për vitin 2025. Edicioni i vitit 2025 i festivalit të këngës magjike, transmetuar ekskluzivisht në televizionin Klan, ka konfirmuar statusin e tij si një nga ngjarjet më të rëndësishme muzikore dhe kulturore në Shqipëri. Festivali këtë vit u karakterizuar nga një larmi e madhe muzikore, performanca të energjizuara dhe pjesëmarrje të gjërë artistëve të rinj dhe të talentuar nga të gjithë treva shqiptare. Një nga rritjet më të dukshme të edicionit 2025 ishte zbulimi i talenteve të reja, të cilat treguan aftësi të shkëlqyer vokale dhe interpretime, duke sjellë freski dhe inovacion në skenë. Performancat ishin të pasura me emocion dhe një ndërthurje të stileve muzikore, nga pop deri te elemente folklorike dhe ritme bashkëkohore. Nga ana organizative, festivali tregoi profesionalizëm të lartë me një strukturë të qartë të garës, një proces vlerësimi transparent dhe një koordinim të mirë midis ngjarjeve live dhe transmetimeve televizive. Publiku dhe mediat patën mundësi të ndërveprojnë me artistët, duke rritur impaktin e festivalit në komunitet dhe në skenën shqiptare. Megjithatë, për të përmirësuar më tej festivalin, do të ishte dobishëm të fokusohej më shumë në promovimin e këngëve pas festivalit, përfshirjen e mentorëve ndërkombëtar dhe investimin në teknologji e performancës. Në përgjithësi, festivali i këngës magjike në vitin 2025 shërben si një platformë e rëndësishme për zhvillimin e talenteve të reja, duke ruajtur traditën muzikore shqiptare dhe duke bërë muzikën e rinisë më të dukshme dhe më të përkushtuar.